Të ftuarit në studion bashkohet Mariglen Kume, kolegu, mirë se erdhe. Faleminderit Mariglen që je sërish me mua, se e di që e ke ndjekur nga afër, ke komunikuar me një pjesë të mirë të deputetëve. Ndërkohë, njërin prej tyre, Sajmir Korreshin, unë e kam online, të përshëndes vesh. Faleminderit. Ju përshëndes dhe unë faleminderit ju për ftesë. Kur do t'jenë masat, dimgjë? Keni ju një njoftim për ata që ju kanë mbështetur dhe që tashmë do të përballen me ligjin, e po përballen me ligjin? Patjetër që jemi në komunikim me avokatët e EPD-s në çdo kohë. Ne sot sa po komunikova me avokatën Mara Shlogu, para në mëngjes, do të prisnim po si ditë e diel, edhe si njohësi këtyre 72 orëve të masave të sigurimit nga profesioni i avokatit, e dije që këta do ta çojnë pak për te. Kështu që mendoj me shumë mundësi do të jenë nesër masat e sigurimit për gjithë ndaluarit. Mariglen, para se t'i kthem sërish të Korreshit për ta pyetur nëse njerëzit që e kanë mbështetur i ka jashtë dhe çfarë ndodhi, si shka historia e personave të cilët kanë rënë janë shoqëruar, të them, tani janë të shoqëruar dhe pretendimeve që policia po ashtu është lënduar. Shko, e para ka i gjëtë mirë njerë që të paktën po e bën PD-ja tani, që nuk po i lë vetëm ata cilët i vinë i përgjigjen në protest PD-s, dhe që t'i lej vetëm për të përballen me drejtësi, se kjo ka ndodhur. Jo, për më ndjenin time jo, ka ja përgjigjur. Ka ndodhur prej shumë kohësh më përpara, kur kanë qenë ato protestat masive që vazhdonin shkretet me muajt e tërë, po, edhe më vonë pak, po, kanë qenë me muajt e tërë që përballeshin me drejtësin. Tani PD-ja i vjen në ndihmë me ekipin e juristëve që e ka, dhe kjo është një gjë pozitive. Sigurisht opozita nuk është luks, nuk është komoditet, i ka dhe këto përballje përderisa i kundërshton, por kryesisht akuzat që ngrihet ndaj tyre është për kundërshtim të punonjësit të policisë ose për dhunim të, po theme, të institucioneve publike, që të paktën deri më tani nga kjo praktikat e reja që kanë qenë së fundmi, kanë qenë ose me detyrim paraqitje ose me ndonjë masë të lehtë që nuk lejohen më të marrin pjesë në tubine. Këto kanë qenë masat. Po, jo, nuk ka pasur raste që ti mbajnë në izolim mas arrest siguria, po themin arrest shtëpie. Arrest shtëpie kanë qenë shumë rrallë, ndërsa pjesa tjetër që kanë qenë, pra po themi, mas në arrest me burg, nuk para kanë ndodhur. Sa polici lënduan? 13 tha ishte njoftimi i policisë së drejtorisë së policisë Tiranës, ishte pati edhe një vizit nga ana e drejtorit të policisë të Tiranës tek, po themi, te spitali ku ishin disa punonjës policie që dukshëm ishin që, po them, lëndimet leta nëse mund të cilësohen lëndimet të tjera. Pati të lënduar? Po pati edhe nga ana protestuesve, te pjesa e protestuesve një gjë më tepër e shkakton gazi lotësjellës, i cili ditën e shtunë ishte me tepric, edhe duhet thënë që ishte i skaduar, sepse kishte paktën nga ato bombulat që hidheshin dhe që u fotografuan edhe nga protestuesit, po edhe nga njerëzit e tjerë, u pa që kishte skaduar që në 2023 dhe çdo protokoll apo çdo manual përdorimi qoftë edhe në internet e gjen kollaj që nuk lejohet përdorimi i gazit lotësjellës si skaduar, sepse sjell efekte të tjera të pakontrolluara dhe çka mund të shkaktonte edhe protestuesët të cilët ishin aty, efekte të pakontrolluara të tjera. Po, ndërkohë, Korreshi, ju mbështetës tuaj, keni të shoqëruar sot dhe keni ushtruar dhunë, kanë ushtruar ata dhunë? Tani do të pyesëm shumë. Se kohës janë atje, pavarësisht. Jo, patjetër që janë kot, jo se janë kot, por janë kot, sepse i duhesh për garnityr, këtë janë ata të protestuesit që u veçuan, që ishin në fund, që i gabi tymi dhe po largoheshin nga gazi lotësjellës, edhe s'qa ndahesh nga grupi, policët kap edhe shoqëro. Është momenti i fundit që kap e shoqëro kur u dha uri. Mund të them që të katërt protestuesi për nga ata është gjatë shumë mirë student, ka qenë me ne gjatë gjithë kohës me forumin no, shumë gjallë mirë Leo, që një tjetër skepist punon
ka biznes të vetë, më thënë, s'ka dhe tjetë janë gjithë biznes të vetë. Nuk janë, ta quajmë tepis këta zotërin, po janë djemë e vajzët mira, më thënë, këta në rast konkret djemë që kanë ardhur atje për të shoqëruar dhe për protestuar, sepse po përpiqesh të më thuash, Koreshi, që ata nuk janë kriminal, po janë njerëz të një profili, partiak këtë? Për këta të katër që po flasin, të katër që janë lushnjarë, asnjëri prej tyre nuk ka lidhje me asgjë. Absolutisht. Jo i pa me dron, jo po shikon pamjet, për që pan ata, që pamje shikon ata, që me dron ka shpeci që bon arrestimin ata, s'ka lidhje fare. Do me thënë, këtu desh që të jepesh në gjyrime, që edhe si sta Marigleri që o burra se u lëndua 11 policë, edhe arrestojmë të një 2 fishin e tyre që u lënduan, po s'kot, më thënë se që policë u lëndu. Dhe pjesa me madhe këtyre, po të shikosh, kanë hedhur përveç hiq pjesën e kryeministrisë, që fishek zjarë të një qofë se quhet dhe krimi madh, që këtu në Shqipëria, dhe vetëm ditën e vitit 3 pati mbi 100 lëndur nga fishek zjarë, në ditë normale, s'pa procedim, këso aty kanë hedhur vetëm fishek zjarë. Dhe tjetra, se Marigleri ka qenë prezident atje, të gjithë protestuesit zbulon vetëm një skem, që ato lotësjellës që na hidhten e policia, po ja kthyen mrapsh atyre. Se nuk hedhin ata lotësjellës, aty gaz lotësjellës. Po ja kthejnë mrapsh policisë, po ja kthejnë, thotë, na ta keni atje, se mbase me që keni të kontragas. Asgjë. Po të shikosh, unë kam qenë të vija parë të parlamenti, unë Flamuri, Bledioni, Albani, kemi qenë të vija parë, Elda Hoti, kemi qenë vijë parë në parlament, dhe ne jemi provokuar nga policia. E provokua tu apo ju provokoi policia? Jo, na provokoi në policia, sepse nuk ishte pse, po dëgjoj tani një sekond, unë jam sprutsuar me Sprite me piper. Çfarë lidhje kishte ai që do më sprutsonte mua? Fati im që kisha syzet. Se ndonjëherë qesh me ti them qellare, po shqyqy që kisha qellaret, dhe ishte të mëdha që se do isha përvlur nga syt, sepse koka, duart, pastaj edhe surrati, s'm kishin efacin. Albana për shembull ulën tokë. Direkt një Sprite. Çfarë lidhje ka? Zonjë Zvokshi thua? Çfarë ndodhi zonjë Zvokshi? Po, zonjë Zvokshi i Sprite që na drejtoi ka një bombë të madhe ata me Sprite me spec djeks. Mi pa ai sikur me të hedh acid, ai që të djeg dhe në mënyrë të menjëhershme. Mi mos e kuptova në fillim se më ka vetë syze, po ndoqi të ballë dhe kur i dhash flok në të pjesa e kokës, më ndezën edhe nga durt sepse pati volum, se ishim aty në gjithë ishte 2 policë mrapa, më dhe garda parë dhe 2 policë mrapa ai që na drejtoi Sprite. Pra, çaj interesi ka ai që me provoku, pastaj deputetë me provoku protestues. Juve zoti Koreshi nuk po tentonit që çanit kordonin për shembull policisë dhe të shkonit? Ne po ishim antitanke për rreth. Po ku do të çani unë me Albanën të kordonin për rreth, ata ishin vesh, s'kishte 7 antipluma, Ore, po i pati me qa ishin ata. Po mos u friksoni ai shumë, sepse vetë protesta e pa që nuk është se kishte ndonjë profesionalizëm të madh dhe policia në mënyrën si reagoi. Nga mënyra origjinale që po i tregon ka parë një zonjë, në rastin konkret Albana Vokshi që unë po them që të lutem, në rresht të parë me Glen ti e pa se ka dhënë Flamuri në atë moment ka dhënë intervistë. Ishit ju 40% rreshtit parë mbulon të gazetar. Se këtë se mohon do dhe pjesën tjetër ishin deputetë me kryetarët e partive, sepse nuk donim ne që të lidhim protestues të agravojë situata, sepse normalisht ka ardhur koha që ne mos ham qoftë të pim raki, po tim atje dhe për të mbrojtur protestuesit tanë, po dhe për të lënë ata që të shprehin dufin në burë, se tani më kupton ne jemi kordoni para aty, duhet që kordoni para atë si ka mundësi ne që do shtykim pasamarn qafë këta gjithë ta policë me skafandra, me kundragase, me mburoj si luftët aty romake. Pa në deputet, kishin e deputet në hu, në spata, po në bisht, fsheta, mësa s'djepra s'kishim ne. Ju në protest ishit saj mirë, ju ishit në protest sepse jeni kundër kësaj qeverisë, edhe pa tjetër deri diku ju legjitimohen edhe njëtët që lejohen për të protestuar. Jo, mësa keni thënë asë moment që keni shkuar për të duar të rukitur. Në mënyrë absolute, thash, ne ishim kordoni parë, në mënyrë që të mbrojmë dhe gjithë ata që na mbështesin, pra dhe gjithë protestuesit për shprehje ata mbledhjen e tyre. Po kur vetë unë atje do të thotë që
e ka marrë, nuk po them, nuk pankoj për vetëm për risku që kemi marrë, sepse mund ndodhi protesta, apo në momente mund të qelloj që dikush bjet, pengohet, edhe mund ndodhi dhe në një diçka lëndim më i madh se sa ato që në ndodhin, nuk po them, po policia realisht atë ditë ka provokuar më tepër në mënyrë më ekstreme, sepse po të shikoni te parlamenti, ku dhe aty fillon shoqërimet, nuk ka pas molotov, nuk ka pas ato që ndodhin te kryeministria. Tani timi të sinqert. Te kjo pjesë, edhe ka pas më shumë policia gaz lotësielës në mënyrë ta shpërndante. Dhe uji që i hodhën ata me të dy ato makinat e policisë, ka qenë ujë djegës me piper. Sidomos ajo pjesa anësore, kur ne kemi bërë debat se do të arrestohen aty para derës PD-s, po vinin dera aty ata hodhën dhe ujë brenda PD-s, më thënë që kjo është çmenduria që ata që në logjikën kur njerëzit tërhiqen, ikin dhe futen te selia PD-s, ti po në hyn në ambient privat. Që një seli që është e shenjtë, dhe ti s'ke shans tysh aty pa iman. Jo më si mund të hedhësh ujë aty? Kush je ti që jep ujë? Çdo që ti e bër aty si? Ti identifikoj njerëzit, shkoj, thriti, shkoj mirë në shtëpi, me që pas këto drone kaq kualifikuar se identifikohen atë nga fshatrat e Lushnjës, ti identifikoke, edhe kapet shikoj se ka kap droni. Po ç'i drone kapet? Ç'a drone do ta kapet atë? Pa bërë asgjë. To janë thjesht, në fillim vajtëm në takum shefi komisariatin, ne kemi ndërë të komisariatin numër 2, sa të ishin 3 edhe nga Lushnja. Fillim sa po ja do shikojmë ato fëmijët, për nuk ka gjë, sa ikëm ne me Tereziku dhe i në shtëpi, ka do të arrestojnë gjithë sa iku. Më thënë, priti sa të kalonte që mos kishte incidente që ndodhte njëshi dhe i arrestoi. Tani, ju nuk shkojt atje se po e përsërit vetëm për duar trokitur, ju një qëllim e kishit, edhe të paktën Flamur Noka në media e kishte thënë se çdo të bënin, a kërcënoi, a e bëri... E para punës, protestat kur bëhen nuk vjen as për të put, as për të përqafur. Nuk kemi vajt, se s'na mori mallit përqafur, asa do të pëses është kryeminist. Dakor? E para. E dyta, kemi thënë që ja kemi lënë dorë qytetarëve për të shprehur revolt. Por ndryshe nga herët e tjera, kur deputetët ka disa raste janë arrestuar qytetarë apo militant? Edhe një herë, qytetarë me qytetarë, pse janë militantë? Kush e vendos të militant? Ja po them, ata që janë arrestuar nga ata aty, vetëm një është antar forumi Rinoi Partisë Demokratike në Lushnjë, 3 tjerë nuk e di kanë apo jo testën e PD-s. Çe quhen ata militant? Shika. Kur s'kan testën e PD-s? Korreshi, është një gjë kur ju vini të organizuar dhe orientoni atje, dhe është një gjë kur unë nga shtëpia, ta mbaroj. Kur nga shtëpia shikoj që ju po bëni diçka, shohem, nuk ka deroj fare në asnjë parti dhe vi për t'ju mbështetur dhe arrestohem. Këto janë gjëra të ndryshme, duam apo s'duam ne? Tani dhe ajo thritje që kemi në bërë ne, në për rrjetet sociale, në televizion, në për kanalet tona e nderuar, është një thritje edhe për ty dhe për ata qytetarë që të çojnë kështu. Prandaj të pyeta kush nga këta u arrestu, kush shoqërua, se janë arrestuar apo se janë shoqëruar edhe shoh. Po ka të ndryshëm, pra nuk ka janë të shoqëruar sepse shiko, ne jemi munduar që njerëzit tanë, për shembull paktën unë, i kam kërkuar njerëzit tanë të rrinin mbas me, sepse kur ka një figurë e kuptohej që po arrestoheshin, dhe kam kërkuar gjithë djemve. Kam pas shumë djem në mos më aktiv se këta, që ishin bashkë me mua, që kishin, po do të rrinin mas me, sepse do duke afër deputet, sepse në një figurë, deputet ata nuk arrestonin. Edhe kjo çmenduria, si ka mundësi? Do të thënë, këta arrestuan ata që u larguan, ata, po shikosh të ty gazin lotësielës, që i përzurin mbas urës ose nga ura tabakve, mas atyre kanë arrestuar, sa larguar nga tymi, nga gazin lotësielës që fillon fillim. Pra, po të them, vetëm ata që u veçuan, është janë larguar për të marrë makina, vetëm ta në arrestuar. Unë doja ta pyesja në fakt sa i mirin se çfarë do t'i kundërpërgjigjej policisë. Për shembull, nëse ata pretendojnë për arrestime të palishme, mund t'i kthejnë një kundërpadi për shembull, që t'ja bëjnë punës dhe policisë. Sepse shiko, nuk jam dakord se ndonjëherë është për të ardhur keq për punonësit e thjesht policisë të cilët marrin urdhra verbale po këto kështu. Por në fundit ti e punonësi i shtetit me uniformën e shtetit dhe udhëhiqesh nga ligji. Që të pastaj urdhri verbal në qoftë është brenda ligjit, ti e zbaton, qoftë jo nuk e zbaton. Dhe të marrë është ti gjush me bombol gazi, se ishte një qytetar i cili ishte dëmtuar këtu te koka. Ti gjush me bomblën e gazit lotësielës, edhe pastaj, po kjo nuk është polici. Kjo do
Do dënuar, do bëni ju një veprim absolutisht, mund bëni kundër padia, apo si do të veproni ligjërisht është ideja. Apo mos jeni kompleksuar me këto reagimet e kryeministrit si vandal, si dhunues edhe. Më thënë disë, unë nuk kompleksojmë nga kryeministra i Dut. Bler, a i ka të gjitha, nuk kam, më thënë, a i ka të gjitha, jo rruga, i mund të pervers, i ka të gjitha, i bastar, gjitha për mua. Kështu që nuk kompleksojmë nga Edi Rama fare, kam kry punën me që të kompleksojmë nga Edi Rama. Biles, janë disa policë, e para njëra nisim me spaj me Pereveroncino, po të identifikoja numrin e ti sigur që do të bëja kallëzim penal, si që kam qenë dakord që të bësh kallëzim penal dhe për në disa momente ndryshme, po është për shembull një polic që ishte te makina e ujit, që ngërdheshe kur na spruconte me ujë ne deputetët, se ishte momentit aty të PD-ja që ishim 4-5 deputetë, po shikoni, po të hapni videot, jam unë që jam duke i bërtit ati polici. Dhe ai është një langaraq burr, do të thënë ngërdheshe edhe të spruconte. Ne deputetëve. Që lidhje ka ty që 40 veta me skafan? Jo, nuk po shaja policë, po i drejtohesh orë që bën, ku vete? Se për afrosh të PD dhe po spruconte të PD-ja. Dhe ishe më gori, jeni mirë nga mend, ku po vete? Edhe po të shikosh janë ato filmimet, u ishte të morri fillimisht me Gjen Strazimir, jam në unë që i drejtojmë atit. A ishte veme nga sprucoj, ka një tub tjetër kështu ansor, ajo ishte me të mërshme se sa ajo e ujtë, sepse ishte, do shta, ku di unë, e përqendruar për ata që afrojnë shumë afër, për të qenë akoma me agresive ai ujë atje me lëndë kimike, sepse patjetër që të djegin atë farfeje, ka diçka, një pepera apo speca, ku di unë që e kanë, apo lëndë kimike, ku të koncentru, po që të dishte. Dhe du të them, patjetër me që du të bëmë, se ku ka i disproporcion. Orë të gjithë ta që ka bërë urdhra shërbimi për ndalimin e këtyre qytetarëve, që nuk i kanë, që i kanë bajta që kur thot gjyqkata ndalimi pa lishëm, këta në shpërdim të tyre. Duke fillur nga inspektor që kanë arrestuar te shefat e komisariatit dhe te policë. Sepse nëse është ndalimi pa lishëm, atë këta kundra ligjit e kanë ndaluar ti, po si se shkel ke ligjin ti? Po ne pse po ata që kur shkel ligjin vajt ka burg, edhe ti ku ke pasë bërë ndalim pa lishëm kundërshtim me ligjin, pra nuk pas ke bërë shpërndim detyre? Patjetër. Se kur pam këto videot neve, e kemi një video ty. Kur pam këto videot, pam kokën tënde që se morën vesh, a ishte i gjakosur apo ishte Jo, s'është një kosë, është sa i speci për brëndësin. Apo është piqarë, është me piper. Jo, pra është ajo që tash me piper, ajo me spec djeks. Pra nuk hiqeshin nga kokat, më dhe aty jam komisariatu, me shë bërë një foto e bërë në komisariatu më 2, ku për i thosh ati fëshë komisariatu, ore, po merë edhe kallëzimin tim, ti tani, që shko që jam bërë me piper nga policë. E kemi? Pra, ajo vazhdon, a me është gjithë kohë, për të them që dhe mas 2-3 orë shta nuk ikti njollat. Orë dikështë e koka komplet, dhe si kur t'ishte atë da i digje. Edhe kur hyra në dush, edhe kështë se një kolegu im, Bledion Albati më tha që ore du të rish gati gjysë ore në dush që të iki ajo, se ndryshtë të djekë më kesh, edhe më burlo sytë që atë të bia. Ajo ishte si njollë, mu si vajt, ku si mastice, dhe nuk t'ikte që atje. Edhe sa më shumë e lajë, më shumë përhapesh të gjithë kokën. Po që kanë hedhë për e që me duri për them? Qa hodhë? Po ishte një bombë. Pas ka qenë s'ka duar, pas ka e korrishi, pas ka qenë me efekt më të forë. Se s'ka duar të zbëjnë efekt është ideja. Ishte një bombull, e po të qikosh të dyja ato pje, janë sprite i speci djeks, që nuk ikën. Po kisha dhe tje, dhe po më poshtë kam, por dhe duart i kisha, sepse nga qirate koka i bëra duart dhe mundezën gjithë. Ishte mesh për po të temë. Ty me komisariat, e policia shteti me komisariat, urdhër si kemi shenjat. Për një moment koreshi, kur e pash shumë, mendova se të kishin goditur, kur e pash foton, ti video foton që ishte për e parë. Jo është efekti sprajtit që logarite, kjo është mas 2 orë të sa që jemi në komisariat, të rajoni nëmër 2, edhe prapë nuk ka ikur. Edhe, po të them, ishte si tip grasoje, të më të gjiste dhe dishte këshu në një absolute, po sa më shumë po t'i hidhje ujë, ajo të hape, vetëm se
të dishte më shumë, ishte të Tani, po si është mundur më korreshi që ku janë parlament ti aty që shtyesh bësh salse ku diun. Je bodhe me për ato, po se besoj se të vje keq se ti se qa shumë kokë, ma di për gjëra vetë për që në fokus të mund, ta them njësisht. Nuk Tani edhe këtu, po, ashtu li një reakcionit, merë vetë për si për këtë, si është historia? Nuk është se jam një trimi math me të thënë drejtën, por në qoftë se kam marrë përsi për të marrë përsi për një gjë tillë, kur ke ftuar çuna ose ke ftuar njerëz, ti nuk mund të rrish i fundit, mendoj, gjykoj, më thënë që ti do t'i dash përballë sepse mund të ketë dhe në një dhunë të sproporcionuar, se është tjetër gjë deputetit që mund t'i hedhë një sprite, por ama nga ana tjetër nuk mund të godasin ata në mënyrë barbare si mund të bëjnë me një qytetar, sepse edhe prandaj është ajo kordoni jonë aty dhe patjetër që kemi shtytë, do shtymë as bëhet fjalë fare se duke shera pa që shtymë. Kemi shtytë në policë kush ka kanë lënë futemi në parlament ka. Ndrojmë pak edhe këto planet e kohës korreshit. Por realisht me të thënë drejtën nuk e kam problemin tek kjo, e kam problemin që dhe masat, ore shi populli i tërbuar, ndoshta ata policët s'ka bardhëor të veta, më kupton? Por ka ca policë që janë kaq fanatik ndaj PS-s sa kur ngërdheshen në një moment që ti e gjithë tension, ata mund të kalojnë atë pjesë, sepse nuk e kontrollon dot në turmë. Tani mund ta provokosh ti do të vish bësh arrestimet e dera PD-s. E qartë. Pra, ka qenë një moment. Po thuaje. Ka qenë një moment, unë kam dalë rastësisht më tha një nga ato vajzat e PD-s, një nga ato drejtueset e PD, por çka ka ato operacionale si jashtë. Dole rastësisht për t'i bërë një batut, sepse nuk mendoj që po arrestoni, kur gjeta 2 çuna që po arreston. I jam afruar, pastaj ka dalë gjithë PD dhe është bërë nave ty, është rrezikuar prapë që para se dalë tek thelbi, tek qëllimi i protestës. Është e vërtetë, Mariglenda, do ta bëj këtë pyetje, që Partia Demokratike, si është e vërtetë ai aty fëmiu? Ishte një fëmijë 10 vjeç, 14 se kuptova që morën e shoqëruan, ishte shumë e dhimbshme, ai që i përgjërohesh, i lutesh, vite nga komuniteti rom, edhe akuzat e dikush ishin që Partia Demokratike përdori pikërisht edhe këtë komunitet ose njerëz me aftësi ndryshe për t'i vënë në vijën e parë. Kjo akuzë ka ardhur më herët, por qëndrojmë këtu një herë. Çfarë ndodhi më? Shko, këto sigurisht ata thresin protestën. Pastaj Partia Demokratike nuk mund të kufizojnë se kush do të vinë edhe kush jo. E shoqëruan sepse aty janë shoqëruar njerëz të cilët kanë hedhur molotov ndaj drejt kryeministrisë, por edhe njerëz që s'kan pasur lidhje fare. Ka pasur edhe i shoqërim tjetër që kishte qenë krejt në kafe, zotëria do ikte për në qytet studenti dhe e kanë shoqëru. Kupton sepse e kanë ngatëruar, por kjo është për meritën e kundër të policisë, po themi, edhe të miturin, ai ishte qartazi, duke që ishte nën mosh, por reagoi Proda dhe përgëzoi punonjësit e policisë për profesionalizëm. Ashtu ë? Kupton? Ky është profesionalizmi aty. Edhe pas drejtoria e Tiranës pati një reagim pastaj për këtë që tha që u shoqëruan, nuk u mbajt me të tjerët dhe por u trajtuan në mënyrë të veçantë. Çan mënyrë të veçantë se e pa momentin kur u shoqërua atje i tromaksur totalisht. Ate janë kështë shoqërën 4 policë me pas të bërë një vrasje, ose kështë kap me 2-3 kg drogë. To dhe të rritë që bëhet, të policë. Se përshtua me drejt diçka. I ikën një rrezik shumë nga Durrësi pa pranga se do të shkoj si u kapën ata vrasësit e Gilman Dodanit, e kapën ata. Ky fëmia që ishte vetëm 10 vjeç, i komunitetit të Rom, që ne e dim shumë mirë sa pak kemi bërë si shoqëri për t'i integruar e për të qenë burr. Dakor, e gjutë gjë avokatët e popullit ju çfarë tha? Ju dërgoi puthje sërish. Sa tha? Asgjë, jo pra nuk ka reaguar, pikërisht se kjo është anormalja. Jo isha dojnë një puthje, pak të shonë një puthje, kështu në jashtë. Me gjithë të situatë, ka arrestohet një fëmijë 10 vjeç, që nuk ka ligj, sa ish edhe jurist, edhe për vrasje të rënd, do të ndalosh të do të kesh vesh psikologën direkt. Me 4 policë të kap edhe në gjithë aty, si ku kush e di që o mirë. Po që bërje i, që hodhi ky? Unë po të thema, ti ku e kanë arrestuar ata, pra, tek parlamenti, nuk ka pas hedhje Molotovi.
Asë herë fishek zjarës. Të gjitha sendet që janë hedhur, janë kthimi mbrapa sepse gazetarët kanë qenë aty. Është kthimi mbrapa të gjitha atyre bombave të gazit. E kupton, gjithë ato gazin do të cilët që është drejt turmës, njerëzit e kanë kapë me dorë dhe e kanë rihedhur policisë. Unë nuk kam dëgjuar sot nga ju që të kërkoni dorëheqjen e prodës për këtë, se a duhet ta kërkoni një herë apo? Së mos u arrestu Gysi që nuk i kërkon prodës. Ne të arrestojmë do të Gysi, do heqim prodën. Ore, Gysi është në Arati dhe nuk paguhet nga taksat tona, Gysi. Gysi bën atë që bën atë shkoj të japi përgjigje atje ke Dumani. Nuk ikën i lirë proda pa marru shishën e fundit verës e Edi Rama. Kështu që ta ke kështu ju. Marroj shishën e fundit Edi Rama të ato verave që tërhoqi proda me gjithë pilicinë e vetë, se që i rujtën mirat të natë atje, nesmes vjetën asë të shishe, sa të marrojnë verën ata se bërë që shtrejnë të Mirë, dakord, për te ironisë sa njërë si një institucion si opozita kryesore në vend, duhet kishin marrë edhe disa hapa zyrtar për të bërë një akt, sepse edhe kjo që po përmend ti është shumë e rëndë që në ruajtjen e policisë që kishte vendosur Spaku merren mallra të konfiskuar, të sekuestruara, si quhen nga BKH-ja, këto janë gjëra të rënda, dhe ndërkohë që nuk ka asnjë reagim, po themi. Nuk mjafton vetëm ironia në fakt, me thënë të drejtën. Jo, nuk jam vetëm ironi unë, se unë jam ata tipa që ironi, në tipa që ja them në drejt për drejt, po dhe për mirë një ironisë, pa tjetër që se më tepër kishte më laf kryimi se sa me qa, po jemi televizion këtu, se ti nuk e lëshojmë do të pa frena. Problematika është që të gjithë shqetësimet dhe të gjithë grupit të avokatëve PD-s realisht është më tepër angazhuar për materialet për nxjerrat të djemt, që është shqetësimi i parë PD-s në këtë moment, sepse realisht janë binë nënash dhe duke kthyer në shtëpi, sepse ka krime shumë të mëdha, edhe nëse ata hynë për një fishek zjarr në burg, imagjino që du të kishe bërë këtu gjithë shteti me gjithë këta, që në parë. Kishë fishek zjarr Molotov në kombinim. Pra, të kjo pjesë, unë mendoj që e gjithë aparatura avokatit, pa tjetër dhe ne, në mbështetje të tyre, jemi gjithë me vëmendjen për këta. Marroj masën e sigurimit pa tjetër që unë e kam thënë gjithë kohë. Shiko, o me glenë ti e di mirë që unë në për gjitha mbledhje kam thënë që ne do të lëmë gjurmë. Edhe kur thoshi për avokate vëllë, jo, ne do të bëjmë kushtetuse, s'ka, iku, marroj filmi. Ne do të qëmë dhe i fund. Leta këtej gjykatë kushtetuse bëjtë që doj, por ne aktet tonë zyrtare duhet i bëjmë. Dhe besom që i kemi bërë këtë periudhë, se dhe në gjykatë kushtetuse dhe ku doj i kemi bërë. Por e që kaloj kjo dhe me ndoj se do bëhet. Mos u largo se ta bëndi, se do këthem, do flasim për thelbin. Jo ma ke bërë live, që unë kam thë mos u largo e ke ikur, më doli i pun, ke thënë, mos e bëj këtë tani. Se nuk, më pritë se do vi për folë për thelbin, se dua që realisht të jeshti aty, sepse dua të kuptoj qëllimin e protestës dhe folën pra për këto shëshet të cilat janë teknike shumë të rëndësishme, por e nuk e kemi të qartë. Çfarë arriti protesta? 1 dhe si do të vijohet 2. Shumë shkurt janë reklamat, as 30 sekonda. Rikthehem me Kumen dhe Koreshin. Mariglen, ti si gazetar, Koresh, do të pyes pak Mariglenin, arrite në një konkluzion, si gazetare dhe që ndjek nga afër edhe analizone, pa tjetër, po, një konkluzion se kush ishte thelbi, çfarë arriti Partia Demokratike në këtë, paset na i thot deputeti? Këtu është problemi pastaj që vjen te analiza. Sepse duke gjithçka si një ekskursion me aventura, edhe pastaj nuk ndodh asgjë. Zoti Berisha tha në fjalën e tij kur unë gjit tek ajo foltore që tha jemi në kilometrin e fundit. Por puna është nga 2021 deri tani sa kilometra ka bërë që ta kuptojmë se sa është se mund të ketë bërë 1 kilometër. Pra e gjithë kjo gjëja është 2 kilometra e gjitha dhe do duhet presim edhe 4 vite tjera. Pra, kjo nuk na thot asgjë që të kemi po them një ide konkrete se si po synohet. Mediat e huaja i kishin dhënë jahon, apo jo? Po, mori jahon, pa tjetër, do bëjnë, është e pritshme ndodh gjithmonë, por çfarë ndodhi, cili është rezultati? Si pas te nuk e nëzori revoltën qytetare, shqetësimin e qytetarëve për këtë realitet politik dhe mënyrën qeverisjes së Edi Ramës, unë kështu e shoh.
Jo shumë domethënëse, sepse mund të ishte, sepse ti bën protesten. Dhe dje çfarë ndodhi? Pati një konferencë të zotit Berisha dhe kaq. Sot çfarë ka? Pas dite mund të ketë një foltore edhe kaq. Kupton, duhet pak më dinamike, sepse deri tani gjatë gjithë ditës mund të rrinë heshtje. S'ka asgjë, zoti Berisha është në Strasburg. Ishte protestë kombëtare. Pra, ti thu doli Tirana, apo s'doli Tirana? A u bashkuan qytetarët e thjeshtë? Të bëj një... Që janë të mërzitur po ka ishta ata që... Të bëj një lloj krahasimi me që ishim... E dhjetorit ishte me më shumë frymë, me më shumë lef, që organizoi po Partia Demokratike. Mos shikoti Molotovët dhe fishek zjarre që idhen, sepse këto nuk janë spontane, këto nuk i bëjnë vetë qytetarë. Qytetarët janë ata kur vejnë gjujnë me gurë, kur vejnë përplasin me punonësit e policisë e këto, se sigurisht ti organizon protesten, ka dhe organizatori një lloj, po themi, skeme, strategjie me nësere, dhe ti mund të kesh parë më shumë, po themi, Molotov në protesten e fundit, por kjo nuk do thotë që ishte revolta e qytetarëve. Në qoftë se del, pra, pikërisht, edhe pse të shtunën nuk isha, po them, punë zyrtarisht, shkova një pjesë e protestës, e ndoq atje pikërisht për të parë këtë, sepse duhet që të kuptoj se si është reagimi qytetar. Dhe pash që në dhjetor reagimi qytetarëve ishte shumë herë më me mbledh dhe shumë herë më i ndjerë se sa në këtë protesten. Pse ndodh kjo? Sepse duke kaluar kohë, duke i dhënë mundësi mazhorancës me një makineri kaq të madhe, po themi propaganda apo të reklamimit të punës së vetëm në njërën krah, vetëm në njërën anë të medaljes, ti e zhbën, ti e dekurajon pak qytetarin që të reagojnë, sepse pikërisht edhe kjo gjë, duke mos ndodhur gjë pas çdo proteste, tu të dekurajon për të dalur. Kupton? Prandaj do duhet një lloj pak më dinamike. Unë kuptoj që edhe protestat janë, po themi, kosto për opozitën, energji, kosto gjithashtu. Po, ishte protestë mirë në aspekt në pjesëmarrje dhe pas një opozite në 13 vite që qëndron në opozitë, sigurisht dhe vetëm me gjithsej 6 bashki, është protest e mirë, duhet thënë, por të vim të përfundimi, që nuk po ashtu. Korreshe, çfarë mesazhe, ose bie dakord me Mari Glenin? Jo, nuk bie dakord me Mari Glenin, që detyrisht Mari Gleni dhe ka ndërru kursit, por besom që dje ka pas efekt, për dje më fakt. Ko kuptoj? Kuptoj sepse realisht kam mas shumë telefonata për njerëz që nuk ishin protest dhe të impresioni që kanë pas, kanë marrë direkt telefonata, pse s'na keni ftuar, pse s'na keni thirrur, pse s'na keni organizuar, duam vim dhe ne, kur dhe tjetra, pra ka dhënë një efekt që për te asaj rutinës normale me fjalime. Ose mirë, neve kishim një muaj që bënim çdo ditë raportime për protestën, si se pas kanë marrë vesh ata që të kanë marrë në telefon. Ju e keni pas ftesën publike. Këto janë zakonisht ata njerëzit që justifikohen këto që thonë kështu. S'ka rëndësi, efektin e ka dhënë, ja 3-4 që i ka mesazh ti tregoj nesër me Glen, që ka marrë në orë të vona. Realisht po të them që ka efekt, dhe unë shikoj dhe në kafet e përditshme dje dhe sot, pra është akoma mban vlag. Për pos faktit që do të kemi parasysh që momentet e nxehta janë nesër dhe pas nesër, më tepër pas nesër se sa nesër, ose më tepër do të jetë seanca në cilën do të votohet për raportet e Këshillit Mandateve dhe të imuniteteve. Çfarë do të bëjmë? Do të kemi një protestë tjetër, a jeni të qartë si do të vërë, kur do të jetë ajo? Nuk keni dalë në një vendim, po ju si politikan, si e mendoni, kur duhet të jetë protesta e radhës? Protesta e radhës është në gjykimin tim që duhet të jetë protestë e ndarë në dysh, ku deputetët duhet të zënë dhe mos lëshojnë parlamentin dhe protestuesit të jenë shesh, është mas votimit që do bëj parlamenti për Ballukun. Okej. S'ka, ky është limiti. Më thënë, afatet mund t'ja u thënë, më thënë afatet të rregullore, sepse me këta nuk është rregullore as drejtjes bi, por në bazë diskutimit që do të jetë pas nesër,
kanë 2 javë kohë për të bërë raportet, besoj se do t'i marrin ato 2 javë kohë, për të qenë mënyra duke parë mënyrën se si ka përvijur deri tani. Mund t'i marrin ato 2 për të dhënë raporte secila palë më vete, me shumë gjasa duke parë dhe ato çka ka përvijur ai në gjykatë kushtetuese dhe çka ka folur kryeministri, dhe pastaj e ngelet dhe votimi në parlament që me gjasa, nëse mbron të pambrojtshme, unë mendoj që duhet të jetë parlamenti aty, ne s'kemi pse dalim nga ajo seancë, dhe flas për deputetët e opozitës, duhet të rrinë aty, o të ngujuar në grevuri mënyrën për të zgjedhur duhet ta gjejnë ta vendosë grup parlamentar, dhe pastaj pjesa tjetër e njerëzve, pastaj disa prej nesh patjetër që duhet të jenë për kush ka dhe marrë shkas nga ajo se çfarë ka thënë Adriatik Lapaj, që në fund të këtij muaji do të ketë me 31 si vjen Marglen. Po. Do të ketë një protestë. Ju kush u bashkua dhe si shihni këtë, se u dhan sinjale nga Partia Demokratike që dhe mund të ishit bashkë, nuk ndodhi më datë 24, dhe fill pas kësaj ai deklaroi dje që në strukturat e tij që do ketë një protestë me datë 31. Mua më vjen mirë që do protestoj dhe gjithë njerëzit përgëzoj ata që do të protestojnë qoftë për Lapën, më thënë që i mbështeten, është e mirë, ka kam thënë në çdo orë, është e mirë të protestosh. Në këtë po çka kemi gjurë dhe çka po shohim, nuk ka se si mos të protestosh, domethënë realisht mos të revoltohesh për çka kemi parë dhe çka kemi lexuar. Domethënë nuk s'ka mundësi. Pavarësisht se kush e bën Lapaj e gjithë tjerë kush e bën, për mua pak rëndësi ka kjo. Për mua është e rëndësishme që të ketë tonus protestash për ditë. Çka kam parë një gjë tjetër ndryshim te kjo protestë, kam parë dhe shumë prezencë femërore. Dhe zakonisht kur ka një prezencë femërore do të thotë që ka dalë ve Tirana. Se janë nga Tirana apo se jeton Tiranë, kjo pak rëndësi ka, sepse tani është shumë homogjene Tirana, domethënë nuk e gjejmë dot në atë pjesë, por ka pas një prezencë dhe familjarësh, pra dhe kjo më bën të mendoj që ka zbrit ve Tirana. Dhe të them që kur shikoja dhe se ne kemi pozicionet tona me qytete, kur shikoja njerëz që si kam pas protestat e fundit, patjetër që ngrohesh, sepse shikojnë shumë lushnjarë që kanë ardhur për te që kanë më nuk e kontaktuar me strukturat, po të ardhura vetë, pastaj do të thotë që është shenjë mirë. Dhe kur vjen qytet që zbret të minesme dhe shkon dhe gjëja parë që thonë është doli shumë mira dje, rasti do vim dhe ne, ata se ka të lodhur, dhe ka dhe shumë struktura të lodhur, shumë nga ata që thonë që pse do vim në aty për të 2 fjalime, ka nga ata që thonë luftë, nga ana tjetër janë të parë që iki, pra këtë nuk e gjet dot, por ama nga ana tjetër shikoj që në mazhorancë të gjithë njerëzit i kanë lënë një shije pozitive protesta e saj, edhe për faktin se e di shumë mirë ata tash që nuk ta jep njëri qeverin tavolin, kjo vetë qeveri mund të ikë vetëm me protesta. Për te arrestimeve, patjetër, po ka nevojë edhe për këtë, sepse për votat që kanë ka nevojë për këto protesta. E kuptoj. Marglen, do ta rikthej. Jo, Dua ta rikthej këtë qëndrimin kundrejt të bërit opozit në shesh, kundrejt çështjeve apo kauzave që janë konkrete. Kjo e prodhës, për shembull që Koreshi me drejt tha ne jemi në një fazë që tashmë kemi qëllim që t'i dalim për zot protestuesve, ndërkohë a është e vakët opozita sa i takon edhe qëndrimeve, për shembull sa i takon biznesmenve që këta i thonë oligark, ka akuza se shërben Rama Berishës, Berisha Ramës, këta mbajnë njëri tjetrin. Duhet që përveç protestave të artikulohet dhe në çështje të cilat janë vërtet konkrete, për shembull kjo e të dhënave e Akshit, Balloku është një gjë pa diskutim, është aty që po e ndjekin në të gjitha hallkat dhe po zhvillohet i gjithë procesi, por këtu kanë dalë disa nivele të rënda të cilat kanë të bëjnë me shkeljet, me policinë që del pothuajse në çdo, me që e kanë përballë policinë, se rasti i datës 24, policia që del që ke AMP-ja sa tek pjesa e krimit, sa e mëruar nga bota e krimit. Pasi të regon një mungesë profesionalizmi kur shoqëron në mënyrë demonstrative që do këtë bërë gjën e botës, a i fëmija me prangë. Shqipëria në jërë ka diçka, Aida, që lajmi keq të kap lajmin e keq dhe ti shfokusohesh pak, nuk e ko për ti trajtuar të gjitha. Sigurisht, çështja e Akshit, që është një nga dosjet më të rënda të Shqipërisë,
në informacionet e mia është bërë shqetësim edhe ndërkombëtar, të cilët edhe opozitës i kanë shkuar këto informacione nga ndërkombëtarët edhe qeverisë, nga diplomat apo zyrtar të ndryshëm të huaj që kanë ardhur dhe i kanë shprehur këtë shqetësim dhe kanë kërkuar që të ngrihet ky si shqetësim në Shqipëri. Pikërisht te dosja e rëndë e Akshit është edhe drejtori i policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm, sepse sipas informacioneve apo denoncimeve të bëra nga opozita, pra zoti Proda është emërimi drejt për drejt i Ergys Agasit. Ergys Agasi, personi kyç në dosjen e Akshit, në dosjen e korrupsionit të Akshit, dhe sigurisht ka patur edhe në këtë kontekst edhe pjesë e protestës ka qenë kjo çështje. Por thash, e vetmi gjë që mbase mund ta rishikoj PD-ja është që të ristrukturoj organizimin e saj të këto pjesë, pra që të ketë në vëmendje në departamente të ndryshme, që të ketë në vëmendje edhe këto dhe të vendosin pastaj se kujt do t'i japin më shumë zë dhe kujt, por ndërsa sa i përket të godasin në mënyrë të drejt për drejt, po themi biznesin, ajo është Parti Demokratike, deri diku pra është kapitaliste që mbron këto të drejtat e tyre, ama nuk duhet bëjnë kompromis me korrupsionin. Në qoftë se ka oligark të cilët etiketohen të tillë që janë pjesë e korrupsionit apo nxitës të saj, se mund të jenë pjesë e korrupsionit, po janë po them korrupsion pasiv që ata na detyrojnë që deri diku të bëjnë një korrupsion, detyrojnë nga pushtetarët. Nëse janë nxitës, atëherë nuk duhet kursehen dhe do duhet që të jenë të drejt për drejt. Deri më tani janë treguar disi të kujdesshëm për këtë pjesë, nuk ka pasur. Kur them të kujdesshëm, nuk ka pasur të tillë, ndonse prokuroria e posaçme na ka treguar që ka edhe emra të tillë biznesmenësh të cilët janë implikuar te këto çështje të mëdha, sepse po them oligark i sektorit të teknologjisë, po them mund quhet edhe Ermal Beqiri, i cili deri para kohës së dilte Akshi nuk është se kishte ndonjë denoncim të madh nga ana e opozitës, po them. Më pas edhe u zbulua. Prandaj mbase këtu po them që duhet mbase të ketë një lloj vëmendje ose orientim të punës së saj, por jo se ka qenë e heshtur apo në gjumë në këtë aspekt. Një pyetje të fundit, a ishte i vetëm Saliani sërish dje? Në proteste dje, me datë 24. Që është që di fare, me thënë që ishte vetëm apo me njerë, po nuk besoj se i do rri vetëm me njerë, se lidhi ka të vetëm apo me njerës. Po kjo ka rëndësishme është që si e i dhe gjithë demokratët ishin shesh. Kjo është rëndësishme, mendoj unë për në mesazh se sa e ishte vetëm me ke ishte apo me ke do jetë. Unë mendoj që Saliani si gjithë demokratët e ishte shesh, dhe kjo është mesazhi që bashkohet gjithë protestës kundër kësaj qeverie. Kjo është. A nxorri ndonjë krisje të brendshme protestate? Jo, në këtë. Përderisa edhe, po them, ai i cili është gjuajtur deri diku pak nga leadershipi PD-s për atë lëvizjen që ka bërë, edhe ai ishte në protestë, nuk është se nxorri një gjë të tillë, po themi pjesë e krisjes, dhe fakti i pjesëmarrjes tregon tjetër pra që politike, Saliani. Po, po them edhe pjesëmarrja, po edhe numri të qytetarëve, pra numri pjesëmarrja e lartë të qytetarëve, po themi, se sigurisht edhe se unë shikoj lexoj mediat edhe që sa thon ka siç ndodh në këto protestat. Bjem dakord për shkak çfarë pjesëmarrje ka patur, si llogaritet ose për çfarë flitet, çfarë dominon? Shiko, varet se me kë krahason. Po ti krahasosh me 2019-ën, me protestat e 2019-s, është dukshëm goxha më konsiderueshëm më pak. Por nëse marrim protestat e fundit, ka një zgjim të demokratëve. Dhjetori i 2025-s dhe kjo tregon që ka një zgjim të demokratëve. Sa njerëzve, të qytetarëve. Sa njerëz kanë qenë në shesh me datë 24, ju si subjekt, si e mendoni? Nuk di numër dhe nuk di që të ketë bërë një llogaritë PD, me të drejtën, por jo, nuk besoj se ka një numër, por atmosfera përderisa ka përcjellë me nota pozitive që ka njerëz në shesh, pavarësisht gjës,
nuk është njësoj si ato që ndodhin, ku di unë, ato tjera që kanë shumë pak, apo do ditës të hënë, ndoshta që nuk i ofrojnë këtij numri, pra duket që ka njerëz, duket nga angazhimi i policisë, duket nga angazhimi shumë gjërave, po edhe në imazh, se protesta më tepër është edhe imazh përveç se tonit dhe intensifikimit të tjerave, po është edhe imazh, pra është çështje numrash. Të them të drejtën nuk e di me sa numra, po për mua për syrin e çdo demokrati, se duke shkojë vetëm të syri i deputetëve dhe syri i çdo demokratëve, ka ngel kënaqje nga pjesëmarrja e tij. E kuptoj. Unë të falenderoj, Koreshim, që më bashkove sërish sot. Kënaqësi si gjithmonë komunikimi dhe nuancat që ju ndani me ne, artiktimisht edhe me teleshikuesit. Faleminderit, Mariglen. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët. Nesër zakonisht në orën 10 jemi këtu sërish së bashku.